shërbime për qytetarë dhe biznese, kemi mbi 250 shërbime. Reduktimi i barës administrative është një hap përpara. Të mira për të gjithë. Në vitet e fundit kemi pasur një progres të rëndësishëm, të konsiderueshëm arritje në transformimin digital dhe në uljen e barierave administrative. Në e-Kosova, që është portali qendror qeveritar për shërbime për qytetarë dhe biznese, kemi mbi 250 shërbime. Njëkohësisht, me programin e të kurrjes së barës administrative, mbi 750 shërbime janë thjeshtuar në nivel qendror dhe atë lokal. Progresi është shënuar po ashtu nga raporti i OECD Sigmas në vitin 2024 kemi parë Kosovën që ka qenë mbi mesatare në Ballkanin Perëndimor në komponentën e ofrimit të shërbimeve dhe digitalizimit, që është një përparim i rëndësishëm krahasuar me 2 vjet më parë ku kemi qenë shumë më poshtë se sa ajo mesatare. Tani kur flasim për transformimin digital, është shumë më shumë se sa vetëm shifra ose arritje kështu numerike apo rezultate të dukshme. Në thelb ka të bëjmë me reformimin në përgjithësi, sepse për ta bërë transformimin tonë digital të qëndrueshëm, të sigurt dhe gjithëpërfshirës, po ashtu duhet të ndërmarrim reforma shumë të thella sistemike në mënyrën se si funksionon administrata jonë. Qeverisjes, se kjo është pjesëmarrja. Qeveritë në Ballkanin Perëndimor, por edhe Gjetiu janë në presion për të ofruar shërbime të cilat janë më të shpejta, më transparente dhe më të përgjithshme ndaj nevojave të mirëfillta. Reduktimi i barës administrative është një hap përpara, por ndryshimi i qëndrueshëm ndodh vetëm kur reformat bëhen nga ata që i përjetojnë qytetarët, shoqëria civile dhe bizneset. Dhe këtu luan rol të rëndësishëm pjesëmarrja, dhe jo vetëm rol të rëndësishëm, por thelbësor. Shpeshherë barët administrative janë të padukshme në formë të radhëve të gjata, procedurave të paqarta dhe në fund të vendimeve të marra heshtur për t'u larguar nga rreshti i marrjes së shërbimeve të ndërlikuara dhe në këtë mënyrë preken më së shumti grupet e cënueshme pjesëmarrja. Ndihmon që ti rregullojmë këto pengesa. Reduktimi i barës administrative nuk është thjesht një ushtrim praktik, siç e tha folësit paraprak, për shkak se barët këto barë nuk kuptojnë një kosto të prekshme si për qytetarët ashtu edhe për bizneset dhe pengojnë jo vetëm mundësitë services that are not effective, por edhe duhet njohur fakti që shërbimet që nuk janë efektive, këto mund të krijojnë kufizime në ofrimin e mundësive, në mangësi efikasiteti dhe përfundimisht e gryjnë besimin e popullsisë në administratën publike. Kosova është duke realizuar progres të mirë me përpjekjet për reduktimin, thjeshtimin dhe digitalizimin e shërbimeve, një farë tjesie të pronësisë ose bashkëpronësisë në kuptim të këtyre reformave. Reduktimi i barës administrative, thjeshtimi dhe digitalizimi është element shumë me rëndësi në instrumentet të cilat i ofron BEA në këtë drejtim. Livrimi apo disbursimi i fondeve nga BEA lidhet ngushtë me këto dhe për këtë arsye është me rëndësi që ju t'i jepni prioritet këtyre dhe të mbështetni përmbushjen e objektivave në drejtim të reduktimit të barës administrative. Shoqëria civile ka mundësi kapacitetet kontribuojnë në shumë mënyra për të ngritur cilësinë e shërbimeve publike. Tash nëse shohim domethënë raportet e Sigmës, drejnë se janë 4 apo 5 elemente në të cilat mundet shoqëria civile me u përfshi,
duke filluar nga dizajnimi i vetë këtyre shërbimeve, domethënë në farën fillim nga thjeshtimi i procedurës, nga qasshmëria për këto shërbime, domethënë rritja e qasshmërisë për shërbime, pastaj digitalizimi, meqense domethënë si hap e përmenda shëndetshëm edhe më herë të tash më punës, është shumë e rëndësishme që byrokracia të mos shndërrohet në digitalizim, por fillimisht bëhet thjeshtimi në shërbime të caktuara, pastaj të kalojmë me digitalizimin e tyre, edhe në fund kënaqësia apo monitorimi, kënaqësia e përdoruesve me ato shërbime, si dhe monitorimi i zbatimit të këtyre planeve.